Mirëmbrëma të nderuar shikues. Kur studentët zgjohen në këmbë, pushtetarët vetëm ulur nuk mund të çndrojnë. Nga një drejtë elementare bazike e artikuluar nga një grup studentësh, pasoi me një injorim dhe një heshtje institucionale, që kjo pastaj pasoi me një mobilizim masiv që ka ardhur deri në fazën që tashmë dihet edhe data e manifestimit të kësaj revolte përmes një proteste që do të organizohet më 6 prill në qytetin e Shkupit. Fjala është për një grup studentësh, organizatorë të kësaj proteste, të cilët kanë ngritur dhe po kërkojnë një të drejtë bazike që provimi i jurisprudencës të mundsohet studentëve shqiptar që ta japin në gjuhën e tyre amtare. Në fakt, çështja e protestave studentore është një çështje e munguar gjatë kohë në vendin tonë. Dhe në një popull që nuk proteston i bie që është në gjumë. Dhe ky sinjal ose kjo shkëndi nga ky grup studentësh reflekton pozitivitet dhe natyrisht që duhet mbështetur dhe përkrahur nga secili prej nesh. Për të kuptuar për procesin e organizimit të protestës, si ka ardhur deri këtu dhe pse çështje tjera, ne sonte do të bashkëbisedojmë me dy organizatorë të protestës. Fjala është për dy mysafirët tanë që tashmë veç i kemi në studio. Jon Selimi, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe Mevlan Ademi, mirëmbrëma zoti Ademi, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Po e fillojmë me juve, zoti Ademi, këtë bashkëbisedim, po e fillojmë nga kjo e fundit, sepse ju keni pasur edhe paraqitje masive mediatike, dy zbashku ju kemi parë, ju kemi ndjekur, mbi atë se si ka ardhur deri këtu, po ne po fillojmë nga e fundit. Çështja dhe data e protestës u caktua pra me 6 prill, si po ecë procesi i organizimit. A jeni gati për ditën e hënë për të protestuar? Realisht, mendoj që jemi më gati, kanë kaluar shumë kohë që prokuroria kemi paralajmëruar protestën për herë të parë. Normalisht ka dhe sfida gjatë kësaj rruge, por deri më tani ka shkuar mirë. Kemi bërë edhe këta 2 ditë të fundit, kemi bërë ftesë edhe profesorëve, dhe sot ka shkuar edhe ftesa për alumnit dhe profesionistët e drejtësisë, se besoj se ata janë veçanërisht profesorët e profesionistët e drejtësisë janë ata që duhet të jenë aty me ne së bashku, jashtë asaj shoqërisë civile, po këta janë ata që ligjerojnë shqip, e këta të tjerë janë ata që e mbrojnë të drejtën dhe normalisht duhet të jenë krah neve aty. Pra i bie që motorët i keni ndezur, jeni gati, vetëm po e presni momentin e duhur. Nga aspekti teknik, pra i keni përfunduar përgatitjen. Nga aspekti teknik jemi më gjatë më nga fundi, nesër do shohim se ku jemi me numrat, ku duhet të organizojmë transport, ku duhet të marrim kolegë me vete, se normalisht në fund të ditës jemi student dhe kemi pak më vështirë, se ka dhe kolegë që kanë provime, kanë kolokviume, për shembull në Universitetin e Tetovës, javën e ardhshme fillojmë provimet dhe kolokviumet dhe ka shumë kolegë që do i lënë provimet për më ardhur në protestë ose janë të tentuar të shtyjnë që të jenë pjesë e jona. Po besoj se në fund gjithë do dalë mirë. Te ne nuk është më rëndësi numri se sa jemi, po është më rëndësi kauza. Edhe besoj se kauzën e kemi të përbashkët me gjithë kolegët, me gjithë studentët, me gjithë profesorët, me të gjithë qytetarët që paktën flasin shqip ose ndjejnë veten në atë drejtim. Dhe normalisht edhe aty me gjithë bubësirjet të na bashkangjitën dhe të jenë krah nesh aty. Dakor. Tani po ju referohem me emër pa ju zyrtarizuar me zoti për faktin që jemi të rinj dhe jemi kolegë, mbase edhe njihemi. Jon, ku fillon në fakt dhe ku do të përfundojë protesta? Protesta do filloj piknisja është te Ura e Gurit, përpara Mullirit, se ne studentët e dim ku është Mulliri. Po. Aty do mblidhemi, aty do mblidhemi dhe do marshojmë drejt Ministrisë Drejtësisë. Pra pikë nalesa do të jetë Ministria e Drejtësisë, po. Si po ecë çështja e organizimit të protestës nga perspektiva juaj, sepse vini nga 2 universitete të ndryshme, si qëndron, si është disponimi dhe atmosfera për brenda Universitetit Nën Tereza? Po, jemi të organizu, ka mbështetje për studentëve, edhe ka dëshirë që të marrin pjesë në protestë. Po tash me qenë se jemi të revoltuar, çdo e keqe e ka një të mirë dhe mira e kësaj është që vetdia shoqërore studentore po ngritet. Edhe vlera e kësaj kauze sa më shumë po vjen e po rritet.
Pra i bie që deri në këto momente që jeni ka një mbështetje edhe nga studentët të tjerë, po flasim tani për Universitetin Nën Tereza, pastaj për të ardhur edhe deri tek bashkëpunime tjera që keni pas. Pra unë këto i thot po kësaj proteste sipas jush. Po. Dakor, tani me vlen sa i përket asaj, ju paraprakisht në fjalën tuaj përmendet edhe çështjen e kauzës, pra që është shumë e rëndësishme se sa numri i pjesëmarrësve, po natyrisht që kjo kauzë duhet përcillet edhe të manifestohet edhe me një numër më të madh të pjesëmarrësish në protestë. Megjithatë, cili është mesazhi kryesor që ju synoni ta transmetoni përmes kësaj proteste? Mesazhi jon kryesor që është ajo, domethënë, esenca, baza e kësaj, nuk lidhet vetëm me provimin e jurisprudencës. Ajo që duhet të ndodhë është të kuptohet njëherë për gjithmonë se në rrugtimin tonë të përbashkët në këtë vend, në këtë shtet, gjuha shqipe nuk mund të thuret në për ligje, në për akte, në për këta gjëra. Do të jetë një gjë e ditshme që gjuha shqipe është gjuzitare dhe duhet punohet në kalimin e këtyre pengesave. E jo siç na ndodhi neve në refuzim, se ne pam edhe në refuzimin që morëm nga zoti Filikov, nuk ishte bazë diçka ligjore sepse nuk lejohet. Për shembull, ligji për provimin e jurisprudencës nuk përcakton gjuhën maqedone në provim, e as nuk e përcakton gjuhën shqipe. Pse lejohet në gjuhën maqedone të mbahet? Se është gjuhë zyrtare në vend. Po ashtu është edhe gjuhë zyrtare gjuha që të cilën e flasin se paku 20% e popullatës, që është gjuha shqipe. E tash, derisa çka vreta unë, tash, ndoshta është edhe perspektiva ime ajo, a e parë që nuk ishte shumë mirë kuptim për këtë kërkesën tonë. Pra një injorim më shumë tendencios se sa bazik, vlerësoni. Po, ashtu do e kisha thënë, edhe se nuk kisha dashur të hyj shumë në atë se pastaj hyn në debatet e tjera, po unë besoj që interpretohet. Po, unë besoj që duhet ta kemi njëherë përgjithmonë të qartë, se për të patur një bashkëjetesë të mirë këtu në vend, ne duhet të fillojmë dhe të punojmë për të drejtat e përbashkëta. E tash, ajo një drejtë e përbashkët e imja është të komunikoj, të funksionoj dhe të punoj në gjuhën time amtare. Pasi që në fund të ditës ne jemi njerëz autokton në këto vende. Edhe kemi qenë këtu prej fillimit, prej kur është formuar Shteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, kemi qenë këtu. Edhe në bazë të asaj ne duhet të orientohemi në avancimin e këtyre drejtave dhe jo të vendosim barriera. Provimi i jurisprudencës ndoshta unë për vetë do e kisha cilësuar si diçka shumë thjesht për të bërë. Unë kam biseduar edhe me ish ministra, metodat se si mund të zgjidhet, të dimë edhe kur të shkojmë në takime, të dimë se çfarë opsione të na japin e çfarë opsione mund të japin ne për ta bërë. Për zgjidhjes këtij problemi. Po për ta përkthyat testin se ka dy faza, ka një fazë me gojë, me shkrim e njëra me gojë. Për atë fazën me shkrim vetëm e përkthen testin, e për fazën me gojë vetëm mendon një përkthyes aty, ose krijon një komision të veçantë. Ka kapacitete, ka jurist mjaftueshëm shqiptar. Edhe me atë komision që është domosht mund të bëhet, po nëse vlerësohet se duhet krijohet komision i ri për të shkuar me lehtë ajo, edhe ajo bëhet. Nuk besoj se duhet në vitin 2026 ndër të kemi debate se ku përdoret e ku s'duhet të përdoret gjuha shqipe. Duhet të punojmë së bashku në avancimin e asaj. Pa marrë askush, as merita, as faje, të gjithë së bashku në të zgjidhet, pra përfundimi le të jetë i dobishëm për gjithë secilin. Me që të mirëmi në avancime ekonomike, me probleme reale të cilat i tangojnë në përditshmëri qytetarit, ne merremi ende me gjuhën shqipe, por normalisht kjo nuk duhet të lihet anësh. Duhet të punohet kjo, të rregullohet dhe të vazhdojmë. Rrugtimin tutje. Tani ne filluam me këtë të fundit me protestën, po para kësaj natyrisht që ju paralajmëruat që do të vini deri këtu nëse nuk merren masa konkrete të zgjidhjes së këtij problemi. E fundit para protestës ishin pankartat të cilat u bën dhe u vendosën në fakt në shumë qytete të vendit. Çështja e pankartave përpos që prodhoi një ndjenjë krenarie që tani u zgjuan studentët, duket që nisi mbar, por pastaj përfundoi edhe me vendosje të pankartave që në fakt ju e mohuat që ndokush prej juve si organizator ose pjesëmarrës këtu kanë vendosur ato pankarta. Si shkoi në fakt ky proces i vendosjes së pankartave? Ishte ide paralajmëruese para protestës? Po, e shfrytzuam atë moment të japim një mesazh edhe të nxisim edhe studentët, po edhe popullin përgjithësi për të ardhur në protestë. Po ideja e pankartave ishte spontane, ndodhi shumë shpejt, edhe pastaj një natë më vonë ishte, kur ishte? Një natë më vonë. Dolën dy pankarta që ishin këtu në Çajër,
Edhe Në fakt ishin me mbishkrime të cilat nuk i shërbejnë as kauzës tuaj dhe as kujt tjetër. Ishin akuzat direkte ndaj një partie politike. Tash ne po mundohemi me çdo kusht të mos e politizojmë këtë çështje. Edhe nuk po fajsojmë askën. Ne vetëm po kërkojmë një zgjidhje reale të kësaj çështje. Dhe në fakt, çështjen e kësaj ne kur biseduam edhe kur ju ftova ishte çështja e asaj që edhe për brenda organizatorëve edhe për brenda pjesëmarrësve me njerëz që bashkëpunojnë mund të jenë edhe figura edhe që janë antarë në parti të ndryshme politike, po në fakt nuk ishte intenca që ju t'i refuzoni ata vetëm për shkak se i përkasin partive të ndryshme politike. Megjithatë, kush sipas jush duhet të marrë pjesë në protestën e SHN-s? Të gjithë ata që e ndjejnë kauzën janë të mirëseardhur të vinë dhe të protestojnë. Qofshin popullata civile, qoftë studentët, qofshin arsimtarët, profesorët, avokatët, të gjithë që e ndjejnë kauzën që është e drejtë dhe legjitime, janë të ftuar të marrin pjesë në protestë. Dakor? Çështja e unifikimit dhe bashkimit është proces kogja i vështirë, aq më shumë kur bëhet fjalë në vendin tonë. Është e vështirë të shohim bashk studentët një zëri për të kërkuar një gjë të tillë. Por megjithatë tani ju na flisni nga perspektiva juaj që kur e filluat këtë betejë së bashku me gjithë kolegët e juaj, sa ishte vështirë në realitet procesi i unifikimit të parlamenteve studentore nga gjitha universitetet tjera me? Realisht nuk ishte aq vështirë sa e prita. Ne u pritëm shumë mirë nga të tre kryetarët e parlamenteve studentore, këtu të potencoj Besarin që është kryetari i parlamentit studentor në Nën Terezat, se ne kemi takuar të parin dhe ka qenë shumë ndihmës gjatë gjithë kësaj rrugtimi, domethënë kraju jon i gjatë, veçanërisht në Shkup me studentë ka pasur shumë kontaktaj. Së fundmi edhe protestat të mbahet në Shkup, kështu që bara pesha më e rëndë i bija atij. Por edhe dy kryetarët e parlamentit studentor në UEL edhe në UT kanë qenë shumë ndihmës ne për çdo gjë që kemi bë, kemi përmend se këtu te ne ka shpeshherë tendenca çdo protestë të përçahet, të politizohet, të shtihet në ata rrugica. Për atë arsye ne kemi pasur çdo herë një si këshill pak më të gjen, ku i kemi pyet kryetarët e parlamenteve, organizatorët, se të marrin një vendim me të kujdesshëm. A për atë arsye edhe për pankartët ku e thamë, pankartat ishte qëllimi vetëm të jetë fokusi te gjua jonë. Sakt. Pa unë fokusuar kur gjë tjetër, vetëm te gjua. Edhe ajo, do të thonë, çka ka lidhje me gjuhën e bëjmë ne, por çka ka lidhje me politikë nuk e bëjmë ne. Definitivisht. Prandaj edhe po janë ata që në moment që secili prej atyre tre kryetarëve bart së fundi një post publik në universitetin e tij. Edhe ata janë shumë të kujdesshëm në vendimet që i marrim. Edhe ne gjithashtu, do të thonë, çdo vendim që marrim, pyetemi, konsultohemi ndërmjet vete, edhe marrim vendime se si do vazhdojmë me to që në procedurat tona. Tani, me Vllani konstatoi se çështja e unifikimit nuk ka qenë një proces i vështirë ashtu siç e ka pritur, kur flasim për mbështetjen dhe për krahjen që u është ofruar. Në fillim, sigurisht që në fazat fillesare, mbase edhe ju keni qenë skeptik mbi atë çfarë do ta merrni mbështetjen e duhur. Por tani kur keni arritur deri këtë pikë që gjithçka është më në fazën finale të manifestimit të protestës, a keni marrë mbështetjen e duhur nga ata që keni pritur? Deri tash, po. Mund të them lirshëm që kemi pas mbështetje goxha të madhe, edhe ka vrull që të vinte të na bashkangjiten në protestën tonë, si nga ana e studentëve, ashtu edhe nga ana e profesorëve, ashtu edhe nga përfaqësues politik, kemi pas mbështetje. Pra ju mes tjerash në fjalën paraprake përmendët që mbështetje në fakt dhe kur ju pyeta se kush mendoni që do duhet të marrë pjesë në këtë protestë, ju theksuat që gjithë secili që e ndjen, pra edhe me Vllanin Ngjajshëm deklaroi. Tani kur keni marrë mbështetje nga gjitha palët tjera, ju dërguat edhe një kërkesë zyrtare tek profesorët tuaj që t'ju mbështesin në këtë protestë. Kur diskutoni kështu, pra i bie jo formalisht me profesorët tuaj, cila është përgjigjja e tyre? Do të marrin pjesë në protestë? Janë të hamendsuar apo nuk ka hamendje, gjithë thonë që jemi të gatshëm të vim protestë, protesta është legjitime, ka kauzë të mirë dhe
Sepse mbi gjitha, nuk ka hamendësi. ju jeni student, ne jemi të rinj dhe i dimi, kemi të freskëta edhe këshillat e profesorëve, sepse gjithë secili prej tyre kërkon prej neve për pas aftësimit profesional me pas edhe mendim kritik. Ashtu. E tani është momenti që shprehja e mendimit kritik të materializohet në praktik përmes kësaj të drejtë që është plotësisht edhe demokratike. Ne kemi kërku për profesorëve, sidomos prej profesorëve që na ligjerojnë në drejtësi, kemi kërku të na sqarojnë të gjitha mekanizmat ligjor që mundemi t'i përdorim derisa të vim te momenti i protestës. E tash kemi ardhur me një moment ku na janë harxhu mekanizmat ligjor. Nuk e di se a mundemi të ndërmarrim diçka tjetër, po do vazhdojmë me protestën e do shohim pas asaj se çka do vijojë. Dakor. Me vlan, ju në paraqitje tjera mes tjerash keni sqaruar për publikun se çfarë në realitet është provimi i jurisprudencës. Në këtë përgjigje kemi marrë edhe nga ekspertë të tjerë, po për ta pasur të qartë edhe për këta shikues që na ndjekin tani për tani, mbi as se qartë dhe shkurt çka është provimi i jurisprudencës. Provimi i jurisprudencës është provim që vlerëson njohuritë profesionale të studentit. Kaq. Kështu është definuar edhe me ligj. Në përgjigjen tonë që e marrëm nga zotri Filikov, tha shërben edhe për vlerësimin e njohurive të gjuhës maqedone. Ku në të njëjtin rast, në rast të ngjashëm, ku për shembull për të bërë gjykatës e avokate noter, edhe pse provimi nuk t'i garanton këto pozicione, po të shërben provimi edhe për tregun privat e për avancim në punë në administrat, të njëjtën situatë ka edhe kur i nënshtrohesh provimit për administratën shtetërore. Edhe për të punuar në administratën shtetërore nevojitet njohuria e gjuhës maqedone, por provimi është në gjuhën shqipe. Edhe ka shumë e shumë provime profesionale të cilat mbahen në gjuhën shqipe. Po, licenca në dhomën e mjekëve. Ku është ajo pikpyetja që pse mos mund të mbahet as provimi i jurisprudencës në gjuhën tonë anëtare e në gjuhën në të cilën ne i kryjmë studimet. Tani për mos ju shtyj që të paragjikoni, po me që jeni vetë se akter dhe protagonist të kësaj situate. Jeni dytë me profesion jurist të arshëm, kështu që me që provimi i jurisprudencës është provim krejtësisht profesional dhe natyrisht që hap rrugë për avancim në profesion. Dhe kur tani ju pengoheni që këtë provim të mos si nënshtroheni këtij provimi në gjuhën tuaj anëtare, ai bie që ju po pengoheni që avancimi juaj të jetë më i vonshëm dhe jo në fazat më të hershme, apo saktësisht është problemi vetëm tek gjuha. Ose ndoshta mund të jenë edhe dyat. Atë e kisha thënë edhe dyat. Në rastin e parë, jo vetëm që mendojmë, po ajo është realitet, se unë kam biseduar me disa prej atyre profesorë që punojnë në këto komisionet që mbajnë provimin e jurisprudencës në Ministrinë e Drejtësisë, edhe të gjithë ata kanë kështu off record, ma thuan që ata studentët shqiptarë që kanë studiuar në universitetet shqiptare, të gjithë ata vinë në moshë më madhore. Domethënë kur kanë kaluar ca vite punë, profesion, praktik, ata i hyjnë provimin të jurisprudencës, kur e kam mësuar më gjuhën maqedone në mënyrë profesionale, se normalisht është ndryshe ta dish maqedonishtën, është ndryshe ta dish terminologjinë juridike në gjuhën maqedone. Ka janë dy bota të ndryshme. Ata derisa mësojnë ajo shkon vite. Edhe për atë arsye ne e shohim, realisht ata e kishin pa që shumë prej studentëve të cilët kanë studiuar në gjuhën maqedone apo maqedonasit, hyjnë provimit në moshë shumë më të re, drejt pasi i kryejnë studimet, pasi i kryejnë masterin, mund të nënshtrohen, ndërsa studentët shqiptarë nuk mund të hyjnë atëherë. Se kalon edhe 1-2 vite, shtyn punën, ndërsa të marrin ta mësojnë, se jashtë asaj që duhet ta mësosh gjithë atë material, po duhet ta mësosh edhe gjuhën një për ta mësuar atë materiali. Dhe kjo natyrisht merr kohë edhe kjo. Po merr kohë edhe në tregun privat. Unë vetë kur i dorëzova këta letrat në për arkivat e këtyre institucioneve, kishte disa prej atyve që punojnë aty që ishin disa vajza, ata thanë, mund ta nënshkruajmë edhe ne këtë peticionin e juaj të studentëve. Tha se ne duam ta japim provimin në gjuhën shqipe, që të mund të avancojmë më lehtë. Se ta nuk e kemi probleme materialin, ai kemi vetëm problem gjuhën. Pra, do të thotë ky problem ose gjitha këtij problemit prek një shtresë më të gjerë. Po, një shtresë më të gjerë që edhe ndoshta nuk dihet, se edhe unë për shembull për vete nuk i nënshtrom nesër ose pas një viti këtij. Po i nënshtron gjenerata që kanë qenë para meje,
që kanë kryer studime tani në shtron. Po ne dim gjithë se ti kryer studimet më e hupat efektin, i hupat ato kontaktet. Edhe për atë arsye ne prej tani e kemi marrë këtë iniciativë duke qenë student për të mbajtur kjo. Edhe ne jemi duke pritur që të bëhet. Të zgjidhur kjo çështje. Tash unë desha ta potencoj se thelbi i këtij problemi është pamundësia e dëgjuesisë. E tash si mund të ketë avancim në arsim kur nuk respektohet parimi i barazisë. Tash një barazi që na mundson ligji edhe kushtetuta. Sakt, nuk po kërkoni asgjë më shumë për te i kësaj. Tani për juve janë si bashkëmoshatar të juaj që mund të jetojnë mbase në vendet e tjera, si ndikon ky realitet faktik që në këtë periudhë që jeni, në vend se të hulumtoni për tregun e punës ose për avancime tutje me cikle tjera studimore, juve do t'ju duhet të shpenzoni kohë, energji dhe mund për të materializuar dhe për të realizuar një të drejtë bazike që ekziston. Nuk është ndjesi e këndshme. Ne po luftojmë me kushtin e vetëm për mbijetesë në këtë shtet multietnik. Jo rastisht ne edhe shkojmë edhe në protesta. Sakt. Sa i përket procesit të rezolutës, ju e filluat do të thotë hap pas hapi deri aty ku buron edhe problemi, pra në organin legislativ në kuvend, edhe kemi parë nga pamjet që keni publikuar, që keni pas takime me grupet parlamentare të kampit shqiptar, pra edhe të pushtetit edhe të opozitës. Ku ka ngel kjo rezolutë? Realisht, rezoluta erdhi nga ne, po ne i mblodhëm ata nënshkrime që mundëm i të mbledhëm për deputetëve të cilat e pan të arsyeshme ta nënshkruajnë. Edhe normalisht ta dorëzojmë, pasi që rezolutën nuk mund ta dorëzojmë ne si studentë, detyrimisht ta dorëzojnë deputetët. Info nuk kam se ku është, di që është dorëzuar dhe që pritet derisa të vendoset në renditje nga kryetari i parlamentit. Domethënë, besoj se këtë pyetje do t'ja drejtoni kryetarit. Po, kemi pyet. Madje deputetët e kemi pyet. Po mbas kësaj janë në bazë të informatave që keni për rezolutën për cilën po flasim edhe me Vlanin. Kush prej deputetëve ka nënshkruar këtë rezolutë, sepse natyrisht do t'jeni të përdicuar me informacione, sepse në fund të ditës ju jeni bartësit kryesor të kësaj iniciative. Shumica mos qofshin të gjithë opozita. Po pozita ka stagnu këtu, nuk kemi pa të nënshkruhet kjo rezolutë nga opozita. Nuk dim as arsyen konkrete. Sepse ju mesjerash keni përmend me Vlan që këtë rezolutë ka nënshkruar për 2 deputet që i takojnë komunitetit turk. Është shumë interesant se 2 deputet të komunitetit turk, ku njëri prej atyre është deputeti Sali Murat, që ka qenë edhe vetë në gjykatën kushtetuese, edhe njeh shumë mirë lëmin e fushën e këtë çka e kërkon. A e pa të arsyeshme të nënshkruajë? Tani unë nuk du të hyj në atë pjesë sepse nuk e kanë nënshkruajtur. Ata duhet t'japin vetë sharimin secili personalisht. Unë besoj se këtë du ta pyetni ata, në qoftë se nuk e kanë pa të arsyeshme ta nënshkruajnë, jemi dakord me atë pjesë, shpresojnë kur të vijë votimi ta votojnë, ose të na ndihmojnë në një mënyrë se si ata mendojnë se duhet të rregullohet kjo problematika jonë. Mesjera që jeni takuar edhe me përfaqësues diplomatik brenda vendit tonë, nuk ka rëndësi cili do prej jush që keni marrë pjesë në këto takime, cili është mendimi i tyre mbi këtë iniciativë? Ata na mbështesin. Përgjithësi ata ne kemi shku me ligje, me të gjitha sqarimet e mundshme që kemi mujt me ia dhënë atyne, edhe ka pas mbështetje edhe kanë pa të arsyeshme na mbështesin në këtë kauzë. Normalisht, në formën e tyre diplomatike, ata kanë ofruar mbështetjen, normalisht ata janë në së fundi janë përfaqësojnë interesat e shteteve të tyre, sigurisht po. Tash, po, të gjithë kanë qenë veshapër, në secilin takim që kemi shku, jemi taku aty, jo vetëm përfaqësuesin diplomatik, ose ndonjë këshilltar, por edhe këshilltarin juridik. Sakt. Para të cilët ne kemi shtruar këta tezat tonë. Nuk kemi fol vetëm kjo nuk na lejohet, na ndihmoni. Jo, kemi tregu saktë mirë se në cilat ne mbështetemi, cilën përgjigje kemi marrë, ku qëndrojmë me hapat tona, edhe ata gjithë kanë qenë shumë optimist
Pasi që ne nuk kërkojmë kur gjë tjetër përveç se zbatimit të ligjit dhe kushtetutës, edhe besoj të gjithë kanë raportuar në vendet e tyre dhe Mesfjerash në këtë proces me zëshëm duket këtë qenë ambasadori shqiptar, zoti Denian Mejdani. Po, ambasadori shqiptar jo vetëm tani, po qysh prej para 2 vjetëve ka qenë i pari që na i ka kthy emailët për një takim ku neja shtruam këtë çështje. Edhe ai atëherë na ngriti pak edhe me funksionarët shqiptar që të zhvillojmë takime dhe ashtu edhe nisi gjithë kjo procedurë. Po, pra atë ka qenë pjesë e kësaj prej nga fillimi dhe falenderoj shumë për atë gjë. Sa përket edhe deputetëve, këtyre ambasadorëve të cilët i kemi takuar veçanërisht të Bashkimit Evropian, ka qenë ai qëndrimi që Maqedonia e Veriut në rrugën drejt BE-s, në atë EU aki, çka i thonë, domethënë ato kushte që duhet i plotësohej, janë edhe multilingualizmi. Për të hyrë në Bashkimin Evropian, jo vetëm një gjuhë zyrtare, ne do kemi 27 gjuhë zyrtare nga shtetet e Bashkimit Evropian. Po, janë kriteret e Kopenhagës. Prandaj është shumë absurde të merremi të bëhet kaq një çështje e madhe, një zbatim i gjuhës shqipe, një popullatë që jeton këtu, që funksionon dhe kontribon në këtë vend. Sakt. Tani çështja e deklarimeve publike natyrisht që ka peshë dhe ndikon edhe në procesin e krejt vazhdimësisë së asaj që e keni filluar që nga fillimi. Si i keni parë ose si i keni lexuar nga prizmi të qenurit edhe organizatori kësaj iniciative, por në të njëjtën kohë edhe student jurist, deklaratat e kryeministrit dhe ministrit të drejtësisë? Deklaratat e kryeministrit në këtë rast kanë qenë shumë të pakoordinuara. Do me thonë, ai del një herë edhe thotë që studentët kanë drejtë edhe nëse duan ta japin provimin gjuhë shqipe, mund ta japin. Pastaj një ditë më vonë e ndron deklaratën dhe thotë që duhet të shkojë procedura në Komision të Venecijës, të shqyrtohet, edhe që është e qartë se vetëm është qëllimi të zvarritet çështja, ndërsa ministri Filkov ka qenë gjithmonë kundër kësaj, domethënë, më duket se as nuk e ka shqyrtuar hiç si çështje. Nuk ka pas opsion tjetër pas kundërshtimit të kësaj. Edhe ajo është. Kaq, do të thotë nga prizme juaj janë deklarata i bie që janë kontradiktore ndërmjet kryeministrit dhe ministrit. Mirë, unë shoh që jemi edhe në pjesën e fundit të kësaj interviste. Para se ta përmbyllim, me vlan cilat janë prishmëritë tuaja për protestën dhe në fakt cilat do të janë hapat vijuese pas protestës. Po, pritshmëritë tona një për protestë janë që të shohim të gjithë miqt, kolegët, prindërit tanë, pasi që së fundmi fëmijët, nipat dhe mbesat e tyre janë duke dalë në protestë. Të shohim të gjithë profesorët, arsimtarët, nxënësit e shkollave të mesme, fillore aty, të shohim edhe ndoshta edhe figura të njohura në opinionin tonë, pa emblema partijake, pa dallime partijake. Dera për ne është e hapur. Bëhet fjalë për një kaos që duhet të na bashkojë, jo të na përçajë. Dhe për atë arsye edhe njerë i ftoj gjithë të vinë aty, të mos e shfrytëzojnë momentin për të marrë pikë politike, po për të qëndruar krah asaj të cilën e premtojnë, të qëndrojnë krah apo edhe pas studentëve. Edhe kjo do ishte ajo që mendoj se do ishte më e mira, që do sillte të ditë më e bukura, se këta 35 vite nuk kemi pa kur gjë tjetër përveç se përçarje në për emblemat partijake. E tash du të shohim bashkim pas gjuhës. Dakor. Këtë të paktën e presune. Asa për këtë hapave të radhës, besoj se do vazhdojmë derisa të kryhet kërkesa jonë në mënyrë. Nuk do të hesh një dorë. Zbesoj. Vërejet edhe nga mënyra se si keni artikuluar dhe keni ecur për gjatë këtij rrugtimit që jeni të bindur në këtë që e kërkoni. Jon, për ta përmbyllur krejt në fund një thirrje kujt i kishte drejtuar dhe për ta informuar publikun më gjerë se kur mbahet saktësisht kohën e fillimit të kësaj proteste? Fillimi do jetë në ora 12:30. Po, pikë takimin po. Po. Para mullirit, te ora e gurit. Dakor, dhe thirrja sa i përket kujt i kishte drejtuar thirrje nga ky pozicion? Thirrje ju bëj të gjithëve që ndjejnë këtë kauz, të gjithë studentëve, të gjithë ata që ndjejnë gjuhën shqipe si gjuhë tyre amtare, si gjuhë me të cilën janë rrit, edhe funksionojnë edhe studiojnë. Ju bëj thirrje të gjithë atyre.
Mirë, ne këtu duhet ta përmbyllim këtë, ju falenderoj për kohën tuaj, ju uroj shumë fat e shumë suksese në këtë iniciativë dhe nisma të tjera që mund të keni në të ardhmen. Kënaqësia ishte jona, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe ne për në fund i bashkangjitemi kërkesës dhe thirrjes organizatorëve të protestës që secili prej jush të hënën, pra më 6 prill në ora 12:30, kushdo prej jush që ka mundësi të bashkangjitet kësaj iniciative dhe të solidarizohet me këtë kërkesë që është edhe bazike edhe jetike për avancimin dhe të ardhmen e studentëve tanë, gjeneratave që vinë tutje. Në vazhdim ju njoftoj që qëndroni me ne sepse pas pak do të vazhdojmë intervistën me zëvendës drejtorin e Agjencisë Administratës për diskutuar më detajisht për punësimin e të rinjeve, për administratën në tërësi, po për detaje tjera do të dëgjoni në vazhdimsi intervistën e radhës.